E kuptoj, nisë, të presim, të shpresojmë më të mirë njerë për atë rajon që ka përjeptuar ditë të erta, gjithsej kohë. Dua të ndalem pak në Siri, nëse mund na e përmbledhësh pak shkurtimisht çfarë ka ndodhur në Siri, çfarë janë ato dy rajone që tashmë janë marrë, kjo marrëveshje, ku hyn Turqia sërish në lojë, pasi duket se ka pasur edhe një reagim të Öcalanit për gjithçka çfarë ka ndodhur. Po, Esmeralda, e gjithë kjo lojë është totalisht loja e Turqisë, me njanimi i organizatës bashkëpunuese të PKK-s SDG-ja, FDS-ja, si thoni ju në Shqip, forcat demokratike të Sirisë, po janë totalisht janë pjesë kurde, janë nga ushtarët kurdë, të mbështetur jashtë masën mira kontinjera armë nga Amerika dhe janë përdorur vazhdimisht të forca kundra ISIS-it dhe kundra regjimit Bashar Esadit, por tashmë pas vitin e fundit ato kanë një të katërtën e Sirisë që e kanë totalisht në kontroll e tyre, ku atje është pjesa kryesore. Jo pjesa kryesore, gati e gjithë pjesa kryesore. Gjithë pjesa e naftës karantave që del. Atje dhe në vitin e kaluar, me 18 mars në mos gaboj, kanë bërë Mazlum Abdul, pra lideri i tyre me Ahmet e Sharan, kanë bërë një marrëveshje në Damask, në mbikëqyrjen e Amerikës, që do të jenë brenda ushtrisë së qeverisë, do të thonë brenda ushtrisë të Damaskut, por kaloi një vit dhe data e fundit ishte 31 dhjetor që ato do të integroshin në ushtrinë kombëtare të Sirisë, por nuk ka shtuan, ata nuk pranuan dhe ishte në Alepo, ishte javën e kaluar disa lagje të mëdha, pra ku bëhet fjalë për 700.000 banor, të cilat ushtria e Damaskut, pra ushtria e Ahmet e Sharas, ja arriti të boshatisi ato lagje, thuhet që ka pasur viktima, por një marrëveshje me ndërmjetësues Tom Baraku, pra në falni ambasadorin Amerikës në Turqi dhe përfaqësuesi special për Siri, i zotit Trump, arriti që të bëjnë një marrëveshje dhe ato kaluan në veri, pra si për lumit e Ofrat. Tashmë ishin disa pjesë të tjera shumë të rëndësishme të Turqisë, ku këta janë të Sirisë, ku këta kanë direkt lidhje edhe me Turqinë, se aty të marri çik gjanë, por ju kërkoj shumë ndjesë Esmeralda, që ta shpjegoj edhe si fotografinë të tërë. Kjo pjesa kurde është shumë jetike për Turqinë, ku në fakt, si që thatë dhe pak më parë, Esmeralda që ka qenë edhe vetë ish themeluesi i këtyre forcave, pra kurde, PKK-s e tjera, Abdullah Öcalan'i, që kanë qenë, ne kanë vizituar në Burgun atje, deputet nga parlamenti turk, po ashtu edhe kurdet Barzania, kurdet e Irakut kanë qenë në një takim kokë me kokë me Tom Barakun në Siri, me Mazlum Abdin, dhe duket që kanë bërë një marrëveshje, por marrëveshja e tyre dhe dëshira e forcave demokratike siriane, pra e forcave kurde në Siri, ka qenë që 1/4 ose më shumë të jetë totalisht e tyre të jetë një zonë autonome e tyre brenda Sirisë, ose të jetë një shteti i pavarur, siç mendohet të jetë të bëhet edhe në Iran, në Irak, por me sa duket diplomacia e Turqisë dhe ato pazarliqet shumë perfekte, dhe ashtu si kanë qenë të dëshirueshme nga Ankara, ja kanë arritur që ata të spostohen, ku tashmë do të presim edhe disa vende të tjera shumë shpejt që të spostohen edhe më lart, pra e gjithë ajo investimi amerikan që ka bërë për sa vitesh tashmë në atje për forcat kurde, me sa duket i kanë shitur, dhe këtë po debatohen edhe në median turke dhe në vendet, ashtu sepse Turqia është betuar, i kanë thënë Ahmet e Sharaj, që nëse ti nuk i heq të forca, unë nuk dua terrorist dhe nuk të vinë asnjë plumb, pra asnjë aktivitet terrorist nga jugte. Nëse ju nuk i bëri, mase ne i bëj unë, por me sa duket një marrëveshje ka arritur që Turqia, ushtria turke mos të bëjnë ndonjë lëvizje brenda territorit sirian. Faleminderit Sokol. Gjithashtu faleminderit, ishte kënaqësi. Shkëputim për një hapësirë publicitare.